mirënjohje të pafund për të gjithë ata të cilët ju përgjigjen pas një propagande agresive të pafund të mafjes shtetërore, pas përpjekjes për infiltrim të eksponentëve të botës së krimit nga Edi Rama, pas përpjekjes për të përballë këtë garë me të përdalë politik të cilët pasi kanë ikë nga PD-ja, kanë krijuar në parti tjera, kërkojnë i sillte Edi Rama të kanë e tjerë të mëra. Pra, ajo ka qenë ditë e historisë. Tani për sa i përket urimeve, kam marrë urime nga miq të mi, pres urime, por të jemi sinqert, nuk mund të them se unë jam nga ata që çoj shumë urime. Kështu që në këtë rast ka një lloj reciprociteti, të jemi hapur. Osman Stafa, News 24. Rreth 37.300 ca demokrat ishin pro që ju të ishit përsëri kryetari i Partisë Demokratike. Po i quajmë 20.000, zotë Berisha, po marrim një numër 20.000 antar të Partisë Demokratike, pse nuk janë në protestat tuaja? Pra 20.000 veta, 20.000 qytetar, antar të Partisë Demokratike, por preferojnë t'ju mbajnë juve në krye të Partisë Demokratike, por thirrjes tuaj për të qenë kundër Edi Ramës nuk i përgjigje. Pse ndodh kjo, zotë Berisha? Osman, po të mos ishin këta antarë të Partisë Demokratike, Ballukun do ta kishe Dopjo Zëvendës kryeministre, po të mos ishin këta antarë të Partisë Demokratike me qendresën e tyre, Edi Rama do ta kishe yll narkodiktatorin e Shqipërisë, yll të integrimit, po të mos ishin këta antarë të Partisë Demokratike, korrupsioni nga vjedhje do quhej virtut në Shqipëri. Ndaj dhe njerëzisht ju kërkoj t'jesh pafundësisht mirënjohës atyre që dalin aty. Tani, a dalin 37.000, apo dalin 50.000, apo dalin 15.000, kjo është një çështje që në vlerësimin tim nuk ka ndonjë dallim të madh. Ajo që është kapitale është se opozita për dy arsye madhore, për farsën zgjedhore dhe mbrojtjen e korrupsionit, ka nisë serinë e pandalshme të kryengritjes paqësore. Kjo të siguroj se do vazhdoj gjën realizimin e qëllimeve tona. Ne jemi në kushte të një diktature autoritare, urdhon. Jemi në kushte të një represioni ndaj opozitës. Jemi në kushte kur kryetari i partisë dytë më të madhe opozitare sillet në sallën e gjyqit sikur të ishte ndihmë si Bin Ladenit në Kafaz Qelçi, duke dhunuar çdo ligj, kushtetut dhe konvent ndërkombëtare. Pa, ne jemi në këto kushte, por ne jemi gjithashtu të pamposhtur. Pse unë bëra një vlerësim? Imagjinoti tani, në qoftë se këta njerëz që votur, rreth 40.000 u paraqiten para qendrave të votimit. Pas të gjitha këtyre, këta tregojnë se janë të gatshëm për një betejë për jetë e vdekje kundër këtij regjimi.
A bëjmë ne përpjekje për të mobilizuar kaq, aq apo këto janë çështje organizimi, po janë dhe sa qëllime aty, nuk mund ta mohoj, e tjerë me radhë. E rëndësishme të them unë, ja u them me përgjegjësi të plotë, se asgjë s'ka patur më të rëndësishme se sa ato protesta, ato pozicë për të damkosur Edi Ramën personalisht atë dhe regjimin e tij. Asgjë. Dhe ato do vazhdojnë. Këta që votuan Sali Berishën, këta dinë çdo gjë për Sali Berishën. Dinë edhe platformën e tij. Po këta votuan pikërisht për këto, pa diskutim. Votuan të bindur se kjo është rruga më e drejtë, rruga e nderit dhe dinjitetit, rruga e shpëtimit, rruga e shpresës dhe e shpëtimit të Shqipërisë. Unë këtë koment mund të bëj. A ndjeni ju ish gënjur që këta demokrat, edhe kur u bën zgjedhjet e kaluara para 4 vitesh, po ashtu janë përgjigjur në këto numra, pra rreth 40.000 antarë që ju votbesojnë juve, ndërkohë kur ju i thirrni për protestë, nuk përgjigjen të 40.000, sepse ata nuk janë qytetarë të thjeshtë. Pra ata i dalin përballë regjimit, nuk kanë frikë pra të quhen antarë të Partisë Demokratike, po s'dalin 40.000 protestë. Shiko, tani shumë bukur. Falenderoj biles për pyetjen. Jo, ndjehem jashtëzakonisht mirënjohës ndaj tyre. Pse? Shumë mirënjohës. Pse? Unë kam qenë në drejtim në gjithë këto vite të papërsërishme për një forcë politike. Secili prej tyre tek kutia e votimit, duke ditur çdo gjë, mund thoshte jo. Mund votonte kundër. Mund të abstenonte dhe mund të mos paraqitej fare në votim. Jemi dakord? Secili prej tyre që votoi për Sali Berishën, sepse Sali Berisha u ka thënë të vërtetën dhe së bashku me ta ka mbrojtur të vërtetën. Të vërteta themelore. Të vërteta themelore janë këto. Me Edi Ramën nuk ka zgjedhje. Dhe ju, se kam sekret, ka jo pak prej tyre që më thonë, pse e thua ti këte, se kjo është dekurajuese. Unë e di që është dekurajuese, po unë do të them të vërtetën. Dhe se Partia Demokratike do mbroj votën tuaj. Ky premtim solemn. Dhe ky i dyti të garantoj se është një nga gjërat më të vështira. Më të vështira. Mos harroni një gjë. Pas zgjedhjeve të 11 majit, ka vetëm një qeveri që shpres publikisht se zgjedhjet nuk ishin të lira, do në që i kthej përgjigje gazetari se ne urojmë vetëm zgjedhjet e lira, dhe kjo ishte qeveria Shteteve të Bashkuara. Është shu, kurse fal karakterit të atij ekipi që vëzhgoi zgjedhjet dhe të punës së jashtëzakonshme që ne bëm për mbrojtjen e votës, dhe në fakt, ta themi këtu, në rrafshin ndërkombëtar, ju them unë ju, 60% asaj pune është bërë me zgjedhjet e 14 majit, me librin e zi. Me librin e zi. Ne ja dolem pa u zhvilluar zgjedhjet e 11 majit, të damkosen, të përbalten si farsë elektorale akoma pa u zhvilluar. Pse? Sepse ai kishte të njëjtin aparat, por në shumë më të fuqishëm tani, për farsën që do zhvillonte. Ju e dini,
Këtu para jush kam dalë çdo ditë. Çdo ditë korriku dhe gushti.